Kurbanat tonë vëllazni janë an'amt. Kështu i thot Allahu Azza wa Jall. An'am janë dhit, lopt e devet. Këtu janë an'am. Kur të them kanë kështu me katra, por mos me ta përsëri gjithmonë që janë dhit, lopt e devet, do të them kanë kështu. Edhe do të them an'am. Moje men këtë emën, për shkak se emri, nëse nismi pe emrit e kupton që janë jashtëzakonisht me rëndësi an'amt. Njerëzit vëllazni sot, Arabt edhe ata që kanë marrë pe arabëve krejt, ju thonë hajwan. Allahu i thot an'am. Edhe ky vllau kur Allahu i thot an'am, unë ju them an'am, edhe nuk lodha për këta. An'am e kanë emrin an'am që vjen pe foljes e mirë, mirësi për musliman. An'am vëllazni kanë vlerë jashtëzakonisht madhe, shumë madhe. Edhe me këta do të mënona sot me përmend do pe vlera o të an'amve në përgjësi, do më këty në katra në përgjësi, tani do të këshyrëm veçanti se cilën për tyne. An'am thonë i kanë do të mira. Unë ve tham traq edhe po mënona me folë që shfolën shpitame për me kanë shumë i qartë për musliman. An'amt dhit, lopt dhe devet, pe tyne mundesh me marë tamel, mundesh me marë mish, mundesh me marë lëkura, mundesh me marë kimet e tyne. Pelkura u tyne mundesh me ba kulma shpija, mundesh me ba shtroja, mundesh me ba mloja, kime u tyne mundesh me ba mbuloja për muslimant, pe tamli tyne mundesh me përfitu shumë, pe mishi tyne mundesh me përfitu shumë. Këtë dy janë veçanti janë ushqimi muslimanve, i njerëzve në përgjësi. Domthon, tamli edhe mishi janë ushqimi muslimanve. Ushqimi vllaznin din është pe mirësive të Allahut Azza wa Jall. Allahu kur don me kallzu që Allahu është ai që meriton me adhuru, thot yut'im wala yut'am. Allahu është ai që furnizon me ushqim, nuk ushqehet Allahu Azza wa Jall. Kështu Allahu Azza wa Jall me këto të kallzon që Allahu është ai që jep. Dikujna pe muslimanëve sot kur ti thosh na sot po duhen me fol për an'amt, se pe an'amve po mësh me marr tamlin, nuk e lëshaj kjo. Unë po them se vëlla, nëse don ti më kuptu musante, shka dhe vete, në qofë se jeti në moshën 40 vjeçare, të është ai që jetë mëni, shka dhe vete pe babave dhe nanave të tonat muslimanve, vete i thuja ka dikush në familje tonë, që është gjallë, duke falendru Allahun që në qatë kohë ka pas tamel dhis. E disa njëre vëzni, pe muslimanve, neve shqiptarve, është gjallë sot, se kur ka një vogël ai elhamdulillah kanë pas një lopë dhe ka qit ka pak tamel. Nështë mos me pakon tamli lopës, dikush pe vllazëve tonë si shkon gjallë hiç. Kjo është ajo tema jonë. Jashtëzakonisht me rëndësi. Për më kuptu ma lehtë vllazni, provuam më kthyn kohët më hershme. Kurajsht, kur kanë folë për an'am, kush fa rregulla vllazni? Kanë thonë çka ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun li dhukurina wa muharramatun ala azwajina fa hiyakum maytatan fahum fihi shuraka. Ka borrella por an'amt. Ka thon çka në barkat e këtyne an'amve, nëse është e gjallë, ajo që është në barkat e tyne, kur del nëse është e gjallë, është veç për burra. Nëse del kur del është e coft, e ngard, atëre mujna me hangër burra dhe gra bashk. Ko vllazni? Domethënë pe asona që s'kan pas, i kanë bë këtë rregulla. Domethënë rregullore kanë bë për kanë, por ato që kanë barkat e an'amve, pse? Pse e kanë pas ushqim. Çaq ushqim sa që edhe coftinat e tyne i kanë hangër. Dhe dini që në musliman nuk lejohet me hangër ato. Ta po mënona me të kallzu që në kohë përpara, kur s'kan pas, u kanë gjithçka. U kanë ushqim edhe u kanë ujë edhe tamel, domethënë ujë e zaventson, edhe mishi e zaventson ushqimin, edhe ki me hangër edhe me pi, pe an'amve. Nuk ka mjet që mundesh me bleti edhe me thonë dil habari që ty, edhe prodhoma mu do tamel edhe do mish. Ka diçka? S'ka, përveç an'am. An'am të janë gjithçka për njerëzit vllazni. Por çata Allahu Azza wa Jall kur ti përmend, për shembull në gjuzën e fundit, në 20 faqet e fundit të Kuranit, vetëm në gjuzën e amme, në gjuzën e fundit, i përmend Allahu kështu. Këtë Koranin kur kanë heq veç këto, i përmend dy herë. Mata'an lakum wa li an'amikum. Ato që ka zbrit Allahu pe ujit, edhe ngjall tokën, janë çka janë mirësi për juve edhe për an'am të juve. Juve edhe an'am, juve edhe an'am të juve. An'am janë dhe atë dhit, lopta dhe devet. Për me kuptu sa nga mirësi për juve edhe për kanë, për an'am të juve. Në surën Yasin, thot Allahu Azza wa Jall, a nuk e shohin ata
që na kena kriju për asojnë që kam punu durët e tona an'am. Është në rëndësi kjo vëllazë. Allahu azza wa jall e ngrit krijimin e an'amve. A thot Allahu azza wa jall kena kriju ekstra për ta kena kriju an'am. Kur ti përmen Allahu azza wa jall an'am i përmen jashtëzakonisht interesant. Thot Allahu azza wa jall për shembull, Allahu është ai që ju ka kriju juve. Wal an'ama khalaqaha. Ju ka kriju juve wal an'ama khalaqaha. Edhe an'amt juve edhe an'amt. An'amt kem këto katër Allah. A përshaku ku e në an'amt? Këto e në ato që na do t'i presëm kurban me lejon Allahut azza wa jall. Këto do të kuptojmë në sonte. Në qoftë se muslimanët shkojnë me prejnë kurban, edhe nuk e din çka për presin, shprovën. Do me prej diçka për kurban për Allah, mirë por nuk e din çka i të prej, nuk ka vlerë, nuk është vlera njëjtë sikur ai i cili e din me çka është të prej. Fitashtit e morë dash që kurbanat e ton, pe kurbanat e ton, po më shumë marr tamel, po më shumë marr mish, po më shumë marr shtrojë dhe mloj. Domthon çto që i dohen insanet, komplet. Domthon kur shkresh tash me prej kurban, është sikur kur i thua Allahut që one të pimrit tam, të hangrit tam, shtrohen, mlohen, shpinë tame, i baj kurban për ty. Është kurbani vëllai. Kjo është kurbani. Tash ti e presin muslimanët kurbanin, kur të kuptojnë kështu. Allahu azza wa jall kur flet për popujt e mëhershëm, thot Allahu azza wa jall li kulli ummatin ja'alna mansakan. Po çdo ummet që ka kalu, Allahu ka bënë një lloj të adhurimit që ata me falendërua Allahun ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Por shkak se i ka furnizuar me an'am, e ka bënë formë të adhurimit për umetet ma përpara neve, që ata me adhurua Allahun për atë që i ka furnizuar Allahu me an'am. Neve muslimanëve kur shkojmë në haxh, thot Allahu azza wa jall, por me falendërua Allahun ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Në haxh me falendërua Allahun që ju ka furnizuar Allahu me an'am. Çto janë an'am? Tuan që na s'dojna me një për to, as lojnë me mësusat për an'am. Të monalt me folë me majtë ders për lopën, na vesh kur dojna me nënshmu dikajnë folën për lopën, për nyshe, kur shflet për lopën ditë sotit, jashtëzakonisht me nësi, shumë me nësi dha, ngo shejtanin. Qysh ka folë shejtani për an'amt. Ngo që ka thot shejtani? Shejtani ka folë, la udhillannahum, kom e deviju njerëzit, wala umanniyannahum, kom e ju dhanë shpresa pa fond. Veç me thonë, banja të qështo, se mirë ka me dalë. Për thënë fundit. Kom e deviju, kom ju premtu, premtimet kota. Wala amurannahum falyughayyirunna khalq Allah, kom e urdhru ata me ndryshu krijimin e Allahut. Çto nësa, dhe që ka vllazni, që të qme. E para, kom e deviju, e treta, e dyta, kom e premtu aty në premtimet kota. E fundit, kom e urdhru ata me ndryshu krijimin e Allahut. Kjo në mes, kjo gjithsesi që muhet me është shumë e madhe. Që ka thonë këtë në mes? Ka thonë, ku me urdhru ata me prej veshten, me au prej veshten në amve. Në venin tonë, vëzni, kur të hanë në amt, lapt, kur të hanë diçka që infektohet, lukët e tyne edhe fryhen, mushën ajri, ja presin vesht. Jo që ju krym pun kjo është medrese e shejtanit. Jo që ju krym pun ajo, kur gjas krym pun, edhe ata e din që kur gjas krym pun. Kjo është për asana që shejtanit dënë mi shkatrua në amt. Shejtani nuk dënë që mi pas në an'am. Kurse zi, këto katra nuk dënë mi pas shejtani. Këto e në mirësi për neve. Thot Allah azza wa jall, Allah është ai që ju ameddekum bi an'amin wa banin. Allah ju ka dhënë juve an'am, to katra, wa banin, edhe fëmi. An'am wa banin. Katra, këto katra, lap, dhet, dhita, dhe devet, edhe fëmi. Me këto e ka bashku, me këta ka bashku, Allah. Ti nuk e ki sa me vlerja në namë. Për lyshi, a ka diçka që ja vlen një diçka të pa vlerë me bëj kurban për Allahun? S'ka mësi Allah. Ajo që do të bësh kurban për Allahun është me vlerë. Është gjithçka që ato do të bëjnë në kurban për Allahun. Ajo që është gjithçka. Për Allah azza wa jall, për Allahun tan falu edhe prej kurban. Për Allahun tan falu edhe prej kurban. Pej Adem alayhi salam, djalët e Adem alayhi salam idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima. Djalët e Adem alayhi salam, vllazërit ton kanë prej kurban. Domthon nuk është diçka e umetit veç Muhamedit alayhi salam. Gjithmonë ka pas në tokë dikush i cili ka bë kurban, diçka për Allahun azza wa jall. Po besoj që me këto vllazni është bëhe qartë që janë njerëz zakonisht më rëndësi.